Antonia, perdóneme. Es que había mucha gente en el colmado. Que nada, cariño. No te preocupes. Te estaba recogiendo la ropita que tenías ahí colgada. Ay, gracias. Que tengo a Clarita entretenida, que está estudiando para un examen. Está en su cuarto. Muchas gracias, Antonia. No sabe lo contenta que se puso cuando se enteró de que usted la va a cuidar de vez en cuando retome las clases. Más contentas estamos nosotras. Marta y yo estamos encantadas. Yo lo único que le he dicho es que por favor no me pida ayuda para los deberes, que yo no soy muy ducha en esas cosas. Bueno, ¿puede apuntarse conmigo a clase? Uy, quita. Una cosa es tener el aliciente de aprender y otra ser maestra. Lo mismo que te digo que yo no serviría para eso, te digo que tú has nacido para enseñar. Hombre, porque tú eres muy empática, muy amable, eres firme. Bueno, Antonia, usted que me ve con buenos ojos. Que no, te lo digo de verdad. Yo sé que lo vas a conseguir. Bueno, me voy para arriba. Me alegro de verte. Ay, gracias. Nada, cariño. Mirë rikthehemi për diskutuar pak për këtë moment që na ka ngacmuar nga la moderna. Mirënjohja dhe mos mirënjohja. Kjo mungesa e të njohurit të ndaj dikujt për diçka që të ka bërë në jetë. Në fakt, kam bërë një bisedë shumë gjatë në fillimet e në kohë reale dhe shumë të bukur me profesorin Artan Fuga në atë kohë për mirënjohjen. Dhe na futi në shumë dyere dritare për sa i përket mirënjohjes. Do ta diskutoj edhe me ju ditën e sotme, do të kemi Ilir Hunçin, mirë se vjeni Ilir, kënaqësi që të kam. Mira Sambelli Pfeiffer, mirë se vjen Mira, kënaqësi. Arminda Avdule, mirë se vjen, kënaqësi. Jacqueline Katari, mirë se vjen, kënaqësi. Për mirënjohjen, a ekziston në fakt mirënjohja apo jo? Po e pyes Mirën, me që Mirën e kemi më të renë këtu mes katër sheston. Mira, ti si mendon? Beson tek mirënjohja? Po, besoj shumë tek mirënjohja. Beson shumë tek mirënjohja? A ka njerëz që ti mbetesh në jetë mirënjohëse? Ka shumë njerëz që unë jam mirënjohëse. A ka njerëz që ti ke patur pritshmëri që të ishin mirënjohës ndaj teje? Po, ka patur. Janë njerëz të afërt, janë njerëz në marrëdhënie pune, në marrëdhënie biznesi, janë në të dyja, edhe marrëdhënie pune, edhe marrëdhënie familjare. Po pse mendon që për ne është e rëndësishme mirënjohja? Wow. Në këndvështrimin tënd, në mendimin tënd? Po mendimin tim, mirënjohja është një shenjë, është forcë, nuk është dobësi. Mirënjohja... është forcë që dikush i jep pa çka se... Jo, sepse nga njëra mirënjohjen e marrin si njerëzi bravo, njerëzi që janë mirënjohës i marrin kështu si njerëz të dobët. Po mua, mirënjohja, njerëzit mirënjohës është forcë. Mirë, interesante kjo. A mendon që është forcë, Arminda, mirënjohja? Po është vërtet. Njëherë, besoj se do ta kesh mendjen, zemrën dhe stomakun shumë të madh që ti jesh mirënjohës. Dhe në fakt, unë para se kur më thanë se çfarë teme do trajtoj, po lexoja e pak dhe gjithmonë kap pak një anë tjetër që ndoshta të tjerët nuk e prekin. Edhe është ana shëndetësore, ndikimi që ka mirënjohja në shëndetin tonë. Dhe janë bërë disa studime dhe njerëzit që janë më mirënjohës, do thoni ju si matet mirënjohja. Mirënjohja mund të matet me virtytin personal, por gjithashtu shumë shpesh mund të jetë nxitur dhe nga fe të ndryshme. Mund të jetë pjesë e një spiritualiteti individual ose spiritualiteti kolektiv, si në rastin e feve. Dhe në disa studime thuhej që njerëzit që ishin mirënjohës ishin më të shëndetshëm dhe gëzonin një shëndet më të mirë se sa ata që nuk ishin mirënjohës. Pse ndodh kjo? Sepse mirënjohës ndonjëherë duhet të jemi edhe për gjërat që ne i marrim si normale. Ne kemi normale që konsiderojmë normale që shikojmë, që dëgjojmë, ndërkohë që ka njerëz që nuk e kanë këtë privilegj. Apo ka edhe situata të tjera që për ne janë komplet normale, komplet i marrim për të mirëqëna. Të zakonshme të mirëqëna. Dhe për të cilat nuk e kuptojmë që ajo çfarë ne konsiderojmë pak për dikë tjetër mund të jetë diçka shumë e madhe. Këto krahasimet që bëhen gjithmonë, për shembull edhe për gjërat që ne kemi ndryez, mendo ata të cilët nuk e kanë sot këtë pjatën edhe megjithatë, si e ke ti raportin me mirënjohjen, Zhako? Shumë të mirë. Të mirë? Po. Je gjithmonë mirënjohëse? Po, unë jam njëri shumë mirënjohës. Njihem për aftësitë e mia ose për këtë cilësi që sepse mirënjohja ajo është një cilësi njerëzore, është një aftësi e brendshme që njeriu ka
për të qenë falenderues për mundësitë të mirat, ngjarjet, dyert e hapura, që na mundsojnë të tjerët, po që edhe jeta jonë, edhe jeta jonë. Ta bëj pak ndryshe se ta pyes dhe Ilirin për këtë. Jo, dua vetëm të lidhe me atë që tha, që njerëzit që janë mirënjohës janë më të lumtur, patjetër që janë më të lumtur, sepse njerëz që janë mirënjohës mundohen të shohin të mirat edhe te vetja e tyre, edhe te të tjerët, dhe duke qenë mirënjohës nuk e pritshmëri, pra një njeri që është mirënjohës është një njeri tolerant, është një njeri pozitiv dhe është një njeri që ato të mira të cilat i bën për të tjerët, i bën pa pritur diçka në këmbim. Edhe nëse personi tjetër ka qenë mosmirënjohës, dhe ne kemi folur këtë në këtë studio se si mosmirënjohja, unë të paktën e kam thënë është një nga defektet më të mëdhaja që mund të ketë një individ, e kundërta është mirënjohja, kështu që në momenti që ti je mirënjohës, ti jeton më në paqe me veten tënde, me brendësinë tënde se nis nga ty. Dhe patjetër që cilësia e jetës tënde rritet, sepse nuk mbani natë toksicitet, po qoftë edhe në planin spiritual, spiritualisht je më i pastër, duke mos qenë dhe duke mos e vendosur veten në ato planin negativ, duke parë të këqijat. Të bëj një pyetje, po e bëj një pyetje ndryshe edhe këtu. A ke takuar ndonjëherë njerëz që i kanë bërë disa gjëra kundrejt teje, që ti ti mbetesh atyre mirënjohës? Po. Pra që unë kam takuar, për ne po të pyes, njerëz të cilët e sjellin të gjithë situatën që ti jesh falenderues, që ti jesh... Patjetër që kam takuar në jetë njerëz ndaj të cilëve jam ende mirënjohëse. Je mirënjohëse, pa çka se ti e ke kuptuar që ka qenë. Je mirënjohës përgjithmonë, në varësi të situatës, ngjarjes dhe mënyrës se si personi tjetër të është qasur. Unë mendoj që kam pasur disa momente kur edhe publikisht kam pasur situata shumë të vështira dhe ka pasur njerëz që nuk ma kanë lëshuar asnjëherë dorën, sado që kjo mos lëshimi i dorës ka pasur kosto personale për ta. E kuptoj. Kështu që patjetër që jam mirënjohëse dhe unë mendoj që ne duhet ta themi vazhdimisht kur njerëzit na ndihmojnë dhe t'ja u tregojmë mirënjohjen që kemi për ta dhe mos ta harrojmë dhe mos presim që ata të na e kthejnë ose jo detyrimisht ne duhet ja u kthejmë atë borxhin. E kuptoj se ku e ke. Janë marrëdhënie njerëzore në të cilat duhet naviguar. E kisha që njeriu të inskenojë të gjithë rastin në një grack që ti jesh. Ti thua një mashtrim. Po, jo mashtrim. Mund të jetë skenim, pra me dëshirën. Unë për shkak kam takuar njerëz narcisist, të cilët janë deri në atë pikë sa që bëjnë diçka karshiteje që ti mbetesh mirënjohës. Jo, kjo nuk më ka ndodhur asnjëherë dhe njerëzit narcizisti i kupton edhe nga detajet të tjera dhe ky është thjesht një kurth dhe është mirë që ta sqarosh edhe. Ilir. Shiko, kjo ndjenjë e mirënjohjes është një ndjenjë që njeriu ose e ka ose nuk e ka. Dhe gjykoj se shoqëria njerëzore është e prirur të jetë mirënjohëse. Mirënjohja është në dominancë. Pavarësisht se dhe mos mirënjohja ekziston, por unë gjykoj se mirënjohja në shoqërinë njerëzore është në dominancë. Ndryshe nuk do të ecë. Mirënjohja është në dominancë? Po. Mirënjohja është në dominancë. Ne përgjithsisht, njerëzit përgjithsisht janë mirënjohës. Janë të respektuar ndaj njëri tjetrit. Ndryshe shoqëria, nëse nuk do të ishte në dominancë, mirënjohja dhe respekti, do të ishte azgjësuar, do të ishte çbër. Janë pikërisht këto struktura shpirtërore që e mbajnë një shoqëri në kap. Nuk mund të themi ne që me që kemi një rast që dikush është treguar mos mirënjohës ndaj nesh ose dikush një tjetër ndaj një tjetri dhe ta mendojmë sikur dominanca është mos mirënjohja. Unë kam mendimin se mirënjohja është dominante në shoqëri. Respekti është dominant. Dashuria është dominancë në shoqëri. Tashi, ka dhe një koncept relativ se çfarë quhet mirënjohja, themu. Po bram, sepse mirënjohja duhet kuptuar dhe nga personi që e pret mirënjohjen, po duhet kuptuar dhe nga ai që e shfaq mirënjohjen, sepse mirënjohja nuk është varësi, nuk është vasalitet. Për shembull, ne nuk mundet të mbetemi në suazën e një mirënjohje ku nda një personi që ka bërë një gjë të mirë për ne, na është gjendur në një moment të caktuar, qoftë dhe na ka ndryshuar jetën, ne të ndjekim politikat e vasalitetit. Pra gjithçka që thot ai tani ai ka të drejtën, çdo gjë që për hatër të mirënjohjes. Për hatër të mirënjohjes. Pra këtë duhet të bëjmë një diferencë, sepse ne shpeshherë mos mirënjohjen e kuptojmë sikur me qenë se dikujt i kemi bërë një të mirë, i kemi bërë një nder,
dhe në një moment caktuar ai nuk është dakord me një mendimin ton, dhe ne direkt shfaqim djenjën, ky është mosmirënjohës, se unë i kam bërë, pra duhet jemi njerëz jashtëzakonisht të kulturuar dhe jashtëzakonisht njerëz me bon sens që të kuptojmë se ku ndryshon mosmirënjohja ndaj pranimit të së vërtetës. Në qoftë se dikujt i kemi bërë një të mirë, kjo nuk do të thotë që ai do të jetë përjetësisht vasali jon. Që ai gjithçka që themi ne duhet ta miratoj, sepse në rast të kundërt Është e rëndësishme kjo se e përmendi Zhaku pak më përpara që unë jam njerëz dhe mirënjohës. Nga ky këndvështrim unë gjykoj se shoqëria është përgjithsisht në majorancë është mirënjohëse. Është debatuese, është kundërshtuese, por jo mos mirënjohëse. Këtu duhet ta ndaj. Pastaj në aspekte personale, njeriu e ka këtë ndjenjë që i kushtëzohet i është kushtëzuar dhe i është kultivuar nga rrethanat e jetesës së tij, nga familja që ka. Për shembull, nëse një fëmijë është rritur në një familje ku vazhdimisht flitet keq për njerëzit, vazhdimisht shahen njerëzit, do ketë gjithmonë këto sigurisht ai nuk do të jetë mirënjohës, ai nuk do të jetë një njeri, nuk do të rritet një njeri që të ketë respekt. Se këtë duhet kuptoj, është pak çështje se kjo është e rëndësishme. Është çështje edukate. A është çështje kulture, pra edhe kulture popullore. Është çështje moshe, se edhe këto janë të rëndësishme. Mira, ti jeton në një vend i cili ka tjetër kulturë, s'ka shqiptar. E gjen mirënjohjen tek popullatat e huaja? Natyrisht. Janë më mirënjohës ata se sa shqiptar? Jo, këtë nuk mund ta them, sepse mendoj që mirënjohja është individe, varet nga individi, nga karakteri, nga njeriu. Nuk janë mund të vërtet mirënjohës? Po natyrisht që janë mirënjohës, po. Po mendoj që mirënjohja nuk ka afat, mirënjohja nuk ka afat. Po mosh, a ka mirënjohja? Mirënjohja nuk ka mosh dhe afat, mendoj unë. Pra nuk është çështje brezash, që një brez i caktuar është pak më mirë. Unë mendoj që është çështje individi, njeriu që është mirënjohës, është mirënjohës. Gjithmonë. Shikoj se ka një gjë që ne mirënjohjen e kemi në disa dimensione. Në dimensione ka të tjerëve. Çështje kulture. Çfarë i bëjmë, çfarë na bën, domethënë çfarë morë në këmbim, si një marrëdhënie shkëmbimi. Por ndërkohë është mirënjohja brenda vetes. Ndonjëherë nuk jemi mirënjohës për gjërat që ne arrim, për gjërat që kemi mundësinë të bëjmë, për gjërat që kemi, dhe mendoj që gjithçka fillon aty. Nëse ti nuk arrin dot të vendosësh në rregull për komenti që tha Iliri që ne e mendojmë ndonjëherë raportin mirënjohje mos mirënjohje në efektin e sklavëpronarisë. Sklavëpronar jo. Pra në këtë efektin e borxhliut të përjetshëm, qoftë edhe atëherë kur mendojnë ndryshe nga ty. Kur ti e ke mbështetur dikë, mos më thua jo, unë do e prisja, ti pret një farë besnikërie në një moment që jenë në vështirësi. Domethënë nuk pret të kthej krahët. Pavarësisht janë raste ekstreme, ekzistojnë, normal. Po pak a shumë ajo është, domethënë të gjithë ne kemi shpresën që nëse bëjmë mirë, të marrim mirë. Ne jemi një popull. Kjo është tek pritshmëria pra, se e përmendi Zhaku dhe këtu jam kurioz prap. Po ne e bëjmë sepse duam ta marrim pas? Mirënjohja nuk është borxh. Mirënjohja nuk është borxh. Pra ti nuk e mendon që është një borxh që duhet ta marrësh mbrapsht? Jo. Ti nuk, domethënë ti pret të trajtohesh me një farë benevolencë, jo me dashakejsi. Domethënë pret të trajtohesh në formë të drejtë. Megjithatë, ka qenë një debat, tani më kujtuar para shumë kohësh, i bërë midis krahinave të ndryshme, njerëzve nga krahina të ndryshme në Shqipëri, dhe nuk ishte për mirënjohjen, ishte për dashurinë. A je ti i gatshëm të japësh dashuri edhe në rastin kur ti e di që nuk do marrësh mbrapsht? Dhe kishte disa persona që bashkoheshin, domethënë kishin emërues të përbashkët, faktin që ishin nga e njëjta zonë dhe thoshin unë nuk jap dashuri nëse nuk marr. Edhe nëse ndjej dashuri, pres. Sepse nëse ai tjetri nuk më jep, për çfarë do jap? Domethënë unë po jap diçka nga vetja dhe tjetri nuk po jep. Edhe me mirënjohjen pak a shumë e njëjta filozofi, ekonomi. Është le të themi. Ndërkohë që ka persona të tjerë, unë mendoj nuk ka shoh një paralelizëm midis dashurisë dhe mirënjohjes. Po dakord se do hapim, po. Si më fal se ndërpres, Konfuci thotë që nëse nuk je i përgatitur për mos mirënjohjen, mos bëj asnjë të mirë. Pra, e thën kundër, në qoftë se ti pret që të marrësh një përfitim nga një diçka që i ke bërë një nder diku. Atë borxhin që po thoshte. Domethënë në shumë raste do zhgënjesh. Prandaj
Po, a jemi ne tani kaq të ndritur, se tani Arminda thot me të drejtë. Jemi ne kaq mendimtar të mdhenj sa vërtet Ka dhe një teori tjetër. Ka dhe një teori tjetër që thotë që njerëzit që i japin të tjerëve janë egoistë, sepse njerëzit që i japin të tjerëve nuk e bëjnë për të tjerët, e bëjnë për veten. Sepse e bëjnë që të ndihen mirë vetë, të ndihen njerëz më të mirë, më të vlefshëm, më të fuqishëm, më të pushtetë. Narcisizmin. Më kupton? Jo domosdoshmërisht deri në atë notë, në egoizëm. Por në një lloj vetë kënaqësie. Prandaj them që ndërsa kjo puna e dashurisë pastaj që ti më jep, unë të jap, sa do japun për ty, më duket shumë toksike dhe nuk mendoj që dashuria duhet çuar tek ai toksiciteti. Mendoj që mirënjohja është çështje kulture, pra ka shumë rëndësi konteksti kulturor ku ti jeton, ambienti ku ti je, shoqëria me të cilën ti rrethohesh, prindrit të cilët të rrisin ty, mënyra se si ato të edukojnë, mënyra se si ato të përgatisin ty për jetën, për edhe shgënjimet e jetës. Dhe ka të bëjë edhe me moshën. Kur ti je i ri, ti je më xheloz edhe më strikt edhe më radikal në marrëdhëniet njerëzore, por edhe në marrëdhëniet shoqërore. Pra do një lloj barazie të vazhdueshme. Kur ti je i rritur dhe fiton një lloj tolerance edhe ndaj patrëna njerëzore, edhe ndaj ngjarjeve njerëzore, e kupton që këto janë thjesht marrëdhënie njerëzore, që ndonjëherë njerëzit janë mirënjohës, ndonjëherë njerëzit nuk janë mirënjohës. Por ti duhet vazhdosh rrugën tënde dhe sjelljen tënde, sepse sjellja jote dhe identiteti jot nuk mund të definohet ka mirënjohja apo mos mirënjohja e të tjerëve. Interesante, pra ti e mendon që dhe kur njerëzit janë mos mirënjohës, në një farë mënyrë është një lloj kënaqësie të kuptosh me kë ke të bësh. Dhe nesër pas nesër, nëse ty do të ofrohet prap një mundësi për të qenë, për ta ndihmuar atë personin, nëse ti lëndohesh, mund mos ta ndihmosh dhe mund të kesh një filtr. Nëse ti nuk lëndohesh, prap mund ta ndihmosh dhe ti tregosh personit që marrëdhënia jon nuk varet domosdoshmërisht nga mirënjohja apo nga mosmirënjohja. Unë e bëj sepse mund ta bëj dhe vazhdoj rrugën time. Unë kështu e shoh. Po, shikon, ndjenja e mirësisë. Kështu e shoh në këtë moshë, ndoshta unë mendoj që ndjenja e mirësisë zbulohet më shumë në vogëlsi se sa. Shikon, ndjenja e mirësisë që ka njeriu është një ndjenjë e cila nuk e ka të shtirur. Pra, njerëzit që janë mirëbërës nuk janë të shtirur, sepse sado që të shtiret në këtë mirëbërje do të rrahtohet diku. Pra mirësia që ka njeriu është një ndjenjë që i buron ati nga vetë karakteri ti, nga vetë kultura, edukimi që ka marrë. Njerëzit që janë vërtet mirëbërës, janë njerëz që nuk presin benefite nga mirëbërja e tyre. Njerëzit që e kanë, si të thuash, të programuar mirëbërjen, ata e njerëz që nga mirësia që bëjnë presin përfitime. Por mirësia është ndjenjë e sinqertë dhe që buron vazhdimisht dhe nuk shtëron. Për shembull, po marrim rastin e Nën Terezës. Nën Tereza bënte mirësi, jo me mendimin që asaj dikur do t'ja kthenin këtë mirësi. Po mirë, po Nën Tereza ka një efekt religjioz. Totalisht. E flasim si ndjenjë që ekziston tek njeriu. Me thënë të drejtën, e di pse se përmendim dot Nën Terezën, sepse mbasi Nën Tereza u shpall shenjtore, nuk e di nëse keni lexuar libra të ndryshëm dhe reporte të ndryshme për rolin që ka pasur Nën Tereza në pastrimin e parave dhe në pastrimin e parave të krimit të organizuar. Po, Jo. Që do doja mos ta merrnim si shembull Nën Terezën, se tashmë është zbardhur kjo narrativ. Është zbardhur kjo narrativ. Jo, dakord, mirë, se shumë emra janë përfshirë në këto skema, po jo gjithmonë. Edhe Nën Tereza është njëra prej tyre, fatkeqësisht. Megjithatë, mos ta ngatrojmë me këtë aspekt. Shikojmë mirësinë si një ndjenjë që ekziston te njerëzit. Unë mendoj që mirësia është një ndjenjë që buron nga njeriu dhe është e sinqertë. Dhe ndërton besim. Dhe ndërton besim atë. Nuk është ata njerëz të cilët e kanë të shtirur këtë që japin dhe presin të marrin, ata nuk u buron. Ata e kanë si një mënyrë, një modus vivendi, një mënyrë për të jetuar në shoqëri. Kurse mirësia është një ndjenjë që buron në mënyrë pa e kuptuar, edhe nga mënyra se si flet. Njeriu rrezaton mirësi, rrezaton qetësitë e tjetrit. I shijon këtyre individëve po një lloj siç do t'i shijonte dikujt që e bën pa një kthim pas? Se di, se kemi provuar. Besoj se shijon më tepër, sepse çdo kush që e përdor mirënjohjen, falënderimin apo për një emocion personal, dashurinë, e përdor si monedhë emocionale, si monedhë shkëmbimi, duke qenë në frustrimin e të priturit efektin e çfarë ka dhënë,
nuk arrin ta shijoj. Kurse dikush që e jep pa kushte, pa pritur diçka në këmbim, besoj se e shijon më tepër. Jo se e shijon më tepër, po gjendet më në Me paqe. paqe me veten. Gjendet më në paqe, është më komod, më rehat me veten e tij. Sepse gjithë puna është se rehat jeti me veten. Në momentin që ti je komod, ke pranuar çdo gjë tënde, atëherë është edhe më lehtë që të pranosh mirënjohje, mos mirënjohje, të qenë njëri të falenderues, se të jesh mirënjohës është të jesh falenderues në fund ditës. Mos ndoshta duhet edhe ta ndajmë pak. Kjo mirënjohja në të vërtet, ore, çfarë është? Është kur ti merr diçka në rast nevoje, është kur ti merr diçka që e meriton, kur ti merr diçka pra Mirënjohësi ndaj mos mirënjohësi ndahen në këtë gjë. se këtë dua të kuptoj. Të jesh mirënjohës për çfarë? Njohja e të mirës. Mirënjohësi është ai i cili vlerëson çdo lloj ndihme apo të mire që dikush i bën tjetrit. Ndërsa mos mirënjohësi, mos ta mbaroj si ndërsa mos mirënjohësi nuk llogarit të mirat që i ke bërë, ai llogarit ato që ti s'ke mundur ti bësh. Që ai ka menduar që ti doja bësh, por ti s'ke mundur. Pra në qoftë se ai ka menduar që do t'i bësh 10 të mira dhe ti nga këto i ke bërë 6, kjo e mira ai nuk shikon këto 6, por shikon ato 4 që si ke bërë. Kjo e mira në raport me meritokracinë si është? Është sepse ti e meriton apo të bën një të mirë që ndoshta ti se meriton? Ka njerëz që ja kanë të kultivuar vetes që mendojnë që kur dikush i bën një të mirë, i ofron një mundësi, ai e konsideron si një gjë që ky e meriton, se është njëri që ka vlera. Dhe nuk është ky që ka përfituar atë, por ja ka bërë si nder atij që ka pranuar mirësinë e tij. Pra ka njerëz narcisist, varet nga mentaliteti secilit, domethënë. Ka njerëz të cilët e vlerësojnë mundësinë që i jep momentin kur i është gjendur dikush tjetër në një moment caktuar, por ka njerëz që e konceptojnë si një gjë që ky tani ma bëri vërtet këtë të mirë mua, por unë e meritoj këtë, s'është se ky më ka bërë një gjë. Se përmendi Arminda në fillim, në raport me shëndetin, si është ky raporti i njohjes së një të mire që të bën për shembull një mjek? Në raport me një operacion, një moment, një trajtim të duhur, pra. Ajo është puna e tij, nuk është. Ajo është, se këtë duhet të kuptoj. Ti do ta falenderosh sepse ai ka pasur një sjellje humane dhe njerëzore. Po kjo është e rëndësishme për të shëruar. Por ai ka bërë betimin e Hipokratit, dhe ato betimin e Hipokratit, po çfarë ka bërë ai? Po ne e dimë se si është sot realiteti. Po atëherë ne duhet i drejtohemi mjekut edhe meritokracisë, duhet i drejtohemi strukturave shtetërore që nuk bëjmë punën e tyre, kështu që kjo është një diskurs tjetër. Është diskurs tjetër. Po lidhet me meritokracia. Mirënjohja shkon edhe tek profili i punës? Mirënjohja nuk duhet të shkojë normalisht, sepse pastaj shkon edhe në korrupsion, pra në favoritizma dhe në oportunizëm. Prandaj e pyet ai Lirin. Meritokracia nuk do ta çoja, sepse meritokracia është merit për diçka. Pra ti e meriton për diçka. Nuk të është dhënë. Nuk të është dhënë. Ndërsa mirënjohja mund të jepet dhe mund mos të jepet, dhe ka të bëjë më shumë me marrëdhëniet njerëzore se sa me marrëdhëniet profesionale. Sepse në merit hyn dhe fjala detyrim. Pra kur ti e meriton, ty të detyrohen të ta japin ato që ti meriton. Ndërsa te mirënjohja, njohja e të mirës nuk duhet përfshihet detyrimi. Prandaj them që është ai konteksti kulturor që është shumë i nevojshëm që njerëzit që kur janë fëmijë, që kur janë të vegjël, të edukohen me ato ndjenjë. Nëse një shok i jep një lojë, ndërkohë që ato janë duke qarë dhe ky shoku me këtë lojë ndihmoi në këtë tantrumin që kanë fëmijët, atëherë ne prindërit duhet t'ia mësojnë që ti duhet të jesh falënderues shokut, sepse ai ndau lodrën me ty. Pra kjo është se si ne mësojmë fëmijët që t'jenë mirënjohës. E qartë. Po, Mira, duhet të shtetë diçka? Mirënjohja nuk matet vetëm me fjalë, po edhe me vepra? Edhe me vepra. Kjo është akoma më rëndësishme po vepra se vetëm me fjalë. Në çfarë aspekti, se për shembull në cilat rrethana mendon ti? Po, tani në çdo rrethanë ku nuk është të thonë vetëm të thuash faleminderit që ma bën këtë të mirë, po edhe diku ta tregosh atë të mirën me vepra. Kjo po mua ka shumë rëndësi. Kur thua me vepra nëpërmjet një dhurate apo me vepra? Jo, me vepra nuk është të thonë vetëm të japësh dhurata, këto nuk ka të bëjë. Çfarë mirënjohësi? E çfarë veten e gjen në një formë? E nxjerr gjithmonë veten. Tjetër mirënjohja çfarë? Natyrisht sepse e tregon edhe me sjelljen, jo vetëm me fjalë. Këto e kam fjalën. Është shumë e thjeshtë. Okej. Arminda, po se duhet të shtetë diçka. Unë mendoj që
Do me thënë, ne jemi vënd laik dhe prania e fesë nuk është edhe aq dominante. Por unë kam pasur një eksperiencë shumë vjeçare më përpara. Isha studioja në një kolegj katolik dhe ti shikon se si feja e kanalizon mirënjohjen apo emocionet e tjera në formë shumë të strukturuar se sa thjesht diskutimi filozofik, si ky që po bëjmë ne sot. Dhe nuk është më diskutimi a do jesh mirënjohës apo jo. Unë është sa mirënjohës do jesh për gjërat që ti ke. Dhe shumë vite më vonë, qëlloj në një ambient shumë të vështirë dhe shumë të rrezikshëm në një lagje të vështirë në Brazil, në favela. Nuk ka shtet, për një të huaj është shumë e rrezikshme. Dhe di çfarë, me gjithë frikën edhe emocionin që po shkon në një vend ndryshe, ajo që unë pash atje ishte që kishte Ti përfundove në favela? Po, një 4 orë. Rastësisht? Jo, rastësisht. Nuk futesh dot rastësisht, duhet futesh me një gujt lokale. Megjithatë, çfarë unë prisja me çfarë pash vërtet, ndryshoi si dita me natën. Pse? Sepse ato janë komunitete shumë fetare, shumë besimtare, kanë shumë respekt për njeriu. Ata reagojnë vetëm në momentin që ti nuk ka respekt për kulturën e tyre, në momentin që ti je i ashpër ose armiqësor për kulturën e tyre, dhe ka një mirënjohje që unë kisha vite pa e parë. Do me thënë, kur kam dalë nga aty, ka qenë si një test për moral, të tipit që apo i bën gjërat mirë, sepse këta persona me këto vështirësi që kanë në këtë ambient që jetojnë, kanë një qasje ndaj jetës më shumë falenderuese se sa dikush tjetër. Po mirë, me që e këtu, se është shumë interesante kjo. Po në vendin tonë, për thënë vërtetën, ka ca njerëz të cilët po edisi i shoh që përfundojnë në zona fetare. Po studuar në kolegj katolik dhe të lutem. Përfundoj. Sepse ka lidhje shumë me këtë edukimin katolik që kam marrë edhe unë. Dhe ky edukimi katolik është shumë dogmatik. Dhe po, të bën ty që ta kthesh faqen tjetër. Po ç'a të bën? Të bën që ti të mësohesh me konditat në të cilat ke jetuar dhe të jesh mirënjohës për konditat në të cilat ti je, sepse ato janë vullneti i Zotit. Por të mos luftosh për më mirë, thua. Që ti mos luftosh për më shumë dhe të pranosh varfërinë tënde dhe të jesh mirënjohës në varfërinë tënde, sepse ajo është ajo çka Zoti deshi për ty. Dhe kush je ti që do refuzosh vullnetin e Zotit? Prandaj, unë nuk jam dakord për edukimin të tillë. Kolegji nga qenë ndryshe. Nuk është puna e kolegjit, është dogma e fesë katolike. Dhe patjetër që fetë apo religionet ekzistojnë vetëm nëse njerëzit janë të varfër, janë të paedukuar, janë të braktisur dhe janë të friksuar për të ardhmen e tyre. Sepse religionet çfarë bëjnë? Normalisht punojnë me mendjet të cilat janë të dobta për të bërë diçka më shumë për veten e tyre, duke i manipuluar me teori si kjo e mirënjohjes, pra që ti duhet të jesh mirënjohës edhe nëse ke lindur në këto kondita, sepse kjo është ajo që Zoti deshi për ty, dhe ti nuk duhet punosh për të ardhmen. Dhe mua më vjen keq, sepse Brazili, për shembull, është një vend në cilin ka një korrupsion të jashtëzakonshëm. Dhe kjo pjesa e varfër e shoqërisë, që është në një disbalans madhe mes pastorisë dhe varfërisë. Me mure shumë të larta, kundrejt kësaj pjesës tjetër kleptokrate dhe oligarke të shoqërisë që merr të mirat dhe resurset të kësaj pjesës tjetër që është e varfër, por shumë mirënjohëse. E kuptoj. Mirë, në fakt në raport me këtë çfarë po thoshte Arminda për ta mbyllur sepse kanë ikur edhe titrat poshtë, unë shoh shumë njerëz të cilët kanë qenë të lidhur me botën e krimit dhe e gjejnë shpëtimin e tyre te raportet fetare me idenë që do të pastrohet. Kemi shumë pikërisht të mjerët. E mbyllim, Ilir. Faleminderit shumë që ishit me mua sot. Bashkë takohemi përsëri nesër, gjithë mirat. Faleminderit që qëndruat në Koreale. Dhe pastor Akilin.